Unë se kam fiksim flas me duar me këmbë. Produkti... Ja, qa produkti? Produkti, ka që ishte, stop. Edhe jerë, natë e mirë kejse. 80% është... Edhe jerë. Shqy zotit nuk kam patur nevojë ndonjëherë që të hap diçka që unë të kem... Rrova fare që thash, edhe njëherë. Unë e kam derë që janë vajzë e tip, normalisht më ka hapur çdo derë. Prandaj kam inat kur e me xhirin, se kur e live që i thua çat vjen edhe mirupafshim. Nuk kemi debate të tilla në familjen tonë. Ta filloj tek fjalia tjetër sa ato e kam thënë. Koha e babit që s'ka kaluar, por është më in se in i momentit. Ambicia ime është e lidhur me të tjerë. Ne jemi dy persona në një trup. Dy persona në një trup. Jemi dy persona në trupa të ndryshëm. Jemi dy persona. Muzika që unë kam krijuar nuk ka nxjerrë as 50% të talentit tim. Mirë po... Rrova prap, mirë po... Nuk besoj se ndonjëra nga këngët e mia më ka kam qenë shumë me re edhe kam qenë shumë me re. Po, Kisi, po, bravo. Tani na knaqe. Du ta kthej shumë mirë përgjigjen se babi do më vrasi. Në atë format si Big Brother VIP, ndjenjat amplifikohen edhe nuk... Në atë format si Big Brother VIP, amplifikohen ndjenjat, kështu që jo çdo gjë është definitive. Ju me mua unë shkrit fare, s'besoj se keni patur në një artist të tillë, si unë që ngatrohet kështu, jo, definitive, Selena, gjithë kjo gocë. Okej. Në atë format si Big Brother VIP, ndjenjat. Po është, aty është e bukra. Kam të shyrë, ti specifik. Jalla, që pata unë që sot, s'ka ma sudhur në vete. Kejsi, sa po je kthyer nga Italia, ishte një udhtim pune apo ishe për kënaqësi, për qef? Unë gjithmonë kam qef ta miksoj edhe punën edhe qefin, se kështu puna nuk bëhet as e lodhshme edhe është më e bukur. Por kam edhe familjarët e mi jashtë, mamin, gjithë familjarët e mi dhe mundohem të shkoj të takoj sa më shpesh. Me çfarë je angazhuar momentalisht? Tani për momentin më shumë si influencer, me rrjetet e mia sociale, po më pëlqen shumë kjo botë, them drejtën. Gjithmonë jam marrë, nuk është hera e parë. Tani është dhe sezoni pak më i ngjeshur, tani shtator-tetor, kam filluar intensive komplet. Shumë VIP-a hapin markat e tyre kozmetike. Pse mendon se brendi që ti ke sjellë në tregun shqiptar është më ndryshe, është më i veçantë dhe është një domosdoshmëri për ata të cilët duan ta përdorin? Atëherë, nuk do bëhem më modeste, kësaj radhe jo. Di të them që çdo brand ose biznes, si mund ta them, që ti e krijon me dashuri, për kushtim, aq më tepër është një brand që po krijohet në Hong Kong edhe në Kore, pa diskutim që do jetë the best. Mendon që fama të jep një lehtësi në shitjen e produkteve apo vetë produkti kur është cilësor e flet vetë për veten e tij, pra e shet vetë veten e tij? Është pak riski, mund të them 50 me 50, sepse mund të kesh dhe një nga produktet më të mira dhe kesh shumë famë dhe nuk shitet, por nga ana tjetër mund të kesh dhe një nga produktet më skarco dhe kesh shumë shitje. Prandaj ndonjëherë nuk ka bëj fare fama. Kejsi, si do t'i binde ti skeptikët të cilët mund të thonë? Kejsi është një fotomodele, është një këngëtare. Çit duhet biznesi i skincare? Njerëzit gjithmonë do jenë skeptik, janë për jetën e tyre, jo më për jetën time, për pasionet e mia, por unë do lë punën time që të kthej përgjigje dhe të flas vetë. Sa përqind është biznes dhe sa përqind është pasion në këtë rast? 80% është pasion, 20% që tjetër është biznes. Të krijosh një brand tëndin është luxury, nuk përkthehet në nevojën për para.
Por, falë Zotit, unë kam patur babin si mbështetës gjithmonë për çdo hap timin, kështu që Si lindi ideja jote për të sjellë një produkt ose të krijosh një produkt që ka lidhje me kosmetikën, me kujdesin e lëkurës? unë jam shumë fiksuar ndaj skincare-it, të bukurës, mundohem gjithmonë të jem shumë in të këto produktet e reja që dalin, edhe thash pse jo mos ta provoj, duke qenë se kam provuar photoshooting, modelingun, muzikën që e kam dhe pasion, tash edhe njërë veten të kjo gjere. Pse preferove vendjet aziatike, pra ti je në Hong Kong Po, Hong Kong dhe Kore. dhe Kore. Pse pikërisht në këto dy vende? Për momentin janë the best. Si është të jesh vajza e Sabianit? Të ka ndihmuar apo të ka penguar në rrugtimin tënd? Absolutisht më ka ndihmuar, nuk mund ta mohoj që më ka hapur çdo derë. Të jesh vajza e një artisti si është babai im, është pak e vështirë, sepse jam munduar shumë të ruaj imazhin e tij. Por ka patur futet mira sepse duke ruajtur imazhin e tij, kam ruajtur dhe imazhin tim. Ka patur shumë raste, nuk mund t'i marr një, por mund të kenë qenë këto edhe në adoleshencë të dalurat e mia pak të tepërta, por e ke parasysh kur jam me shoqërinë, jo pi një gotë më shumë, andaj këtej dhe gjithmonë kam thënë jo, sepse kam një emër shumë të madh ndër supe që duhet ta ruaj. Dhe kjo gjë më ka bërë shumë mirë. Gjithmonë kam qenë me këmbë në tokë. Kam dhe raste tjera shumë, edhe në institucione të mëdha që kemi në Shqipëri, shumë herë përdor emrin e babit që të kaloj shumë shpejt atë radhën. Po, këto janë. A ke pasur ndonjëherë debat me babain për stilin tënd të jetës apo të artit? Ne nuk kemi debate të tilla në familjen tonë, edhe në stilin e jetës e kemi shumë të njëjtë, nuk kemi. Po thuaj se është e njëjtë sepse ne jetojmë të dy. Domethënë edhe kafen e mëngjesit e pijmë bashkë, planet gjatë ditës i bëjmë bashkë, mundohemi që të Pra ti jeton me Sabianin. po, për momentin po. Si është të jetosh me babin në moshën që je ti? Se shumë vajza ndoshta zgjedhin të jetojnë me vete, ndërkohë që ti jo, ke preferuar të jetosh me babin. Është shumë qef. Po, është shumë bukur. Pëlqen. Tani për momentin po dal pak vetëm dhe nuk e di se si ai do ta marri, se e shoh që është mërzitur pak, po gjithsesi dhe shtëpinë tjetër që ka marrë e kemi as 2 minuta larg njëri tjetrit. Nuk rrim dot ne pa njëri tjetrin. E kemi shumë të vështirë. Gjithmonë vajza e babit? Gjithmonë. Ambicia ime është tërësisht e lidhur me Dian. Jemi një në 2 trupa të ndryshëm. Nëse nuk do të ishe vajza e Sabianit, mendon se këngët e tua do të kishin të njëjtën vëmendje? Muzika që unë kam krijuar nuk ka nxjerrë as 50% të talentit tim. Mirë po, kam qenë shumë e vogël, ai qefi i madh të ecja në hapat e babait tim, të krijoja atë fansat e mi, si mund themi, e kisha shumë dëshirë dhe pasion, më bëri të nxitohem pak. Por mund të them se nëse kisha punuar ashtu si punon babi im, ditë e natë, pa u ndaluar, gjithmonë ai është do bëhet. Nuk thot asnjëherë që jo ta lëm pauzë, nuk do e vazhdojmë këtë këngë, për shembull. Ai është, nuk e di, është i çuditshëm. Nëse do punoja ashtu si ai, besoj që do kisha të njëjtin feedback. E them 100%. Ti ke ndëruar që ti jesh një këngëtare? Po, patjetër. Unë kam talent. Edhe falenderoj Zotin që më ka dhënë talentin më të bukur. Do kemi këngë të reja së shpejti apo do jesh thjesht e fokusuar në modeling edhe në skincare? Të them drejtën, nuk kam qenë ndonjëherë modele, më shumë fotomodele. E kam lënë pak pauzë këtë, sepse po merrem siç thash me rrjetet e mia sociale si influencer, por normalisht do vazhdoj me muzikën, nuk e lë kurrë. Por dua që ti balancoj pak, po. Kur mendon që mund të sjellësh një këngë të re, do ta sjellësh solo, do ta sjellësh me Sabianin, apo me një artist që ti e ke në objektivat e tu për ta sjellë? Ne kemi një këngë me babi që e kemi përfunduar, është remake, është një nga këngët e tij më të bukura balad, nuk do të them se cila është kënga, por e kemi sjellë shumë bukur. Dua shumë që ta lë si pauzë, nuk dua të tregoj më shumë sepse gjithmonë kam folur më shumë se ç'duhet dhe nuk kam nxjerrë asnjë projekt sepse unë jam shumë fiksuar me disa detaje që i kam lënë shumë këngë pa i nxjerrë në treg. Që do të thotë ti ke edhe këngët të tua personale të punuara Kam pafund, nuk punoj pafund në studio tërkohë, nuk kam dhe studion time që më ka mundsuar babi, kemi edhe thjesht i kam lënë këngët pauzë, nuk kam lançuar asgjë. Shkruan vet?
Për momentin, të them të drejtën, nuk shkruaj vetë. Kam një gjë shumë të keqe që nuk e di kur do e heq, sepse unë e vazhdoj fjalin. Vazhdoj fjalin tjetër dhe pastaj bëj pauzë dhe filloj me këngën tjetër. Prandaj duhet të fokusohem pak te një këngë që ta përfundoj tamam. Në këngët që ti ke publikuar, mund të themi që janë të guximshme në tekst dhe në imazh, në mënyrën e konceptimit të klipit. Është kjo një strategji për vëmendje apo thjesht edhe në atë klip je ti? Nuk besoj se ndonjëra nga këngët e mia më ka përfaqësuar mua. Nuk ka qenë zhanri i duhur, ti ke një zhanër që të rri shumë mirë, Casey? Po, jam më shumë të R&B, pop, soul, këngët që unë kam lançuar nuk janë shumë Casey vetvetja 100%. Casey, unë nuk ti kisha parë dy tatuazhet në të dyja këmbët. Kanë ndonjë domethënie? Çdo tatuazh që unë kam trupin tim kanë domethënie, por nuk i tregoj, janë personale. Nuk do na i thuash se ato janë publik. Jo, është këtu kam shkruar Bela me, do të thot beautiful soul. Është për kompliment për veten time, nuk është se ka diçka. Sa tatuazhe ke? Të them drejtën, e kam humbur numërimin për momentin, po mund të kem më shumë se 20 e ca. 20 e ca tatuazhe. Po, janë shumë të vegjël edhe nuk duken. I ke në të gjitha pjesën e në çdo trupit? zonë. Po si i zgjedh? Si i vendos ti për të bërë një tatuazh? Dhe si e zgjedh zonën në trupin tënd që ky tatuazh shkon shumë mirë te këmbët, po themi, apo ky tatuazh shkon shumë mirë tek duart? Zakonisht nuk e mendoj fare, por në situatat e jetës kur nuk jam ndjerë mirë ose kur kam qenë shumë e lumtur, kam vendosur të bëj një tatuazh që ta kem si kujtim ndoshta. Më pëlqen. Ka ndonjë tatuazh në të 20 e ca tatuazhe që ti ke në trupin tënd, për të cilat je bërë pishman që e ke dhe dëshiron që ta Jo, heqësh? nuk bëhem pishman, unë çdo gjë që unë dua ta shkruaj në trupin tim, kaq dhe nuk i them brapa. Ka ndonjë tatuazh që mund të ketë lidhje me një dashuri të cilën ti mund ta kesh pasur? Nuk i kam shef këtë gjëra. Nuk e ke qef. Përgjithsisht lidhen me gjërat Gjërat e mia personale, personale. më shumë për veten time, për dashurinë ndaj vetes time. Je një çik narciste? Ja, nuk jam shumë. Në një marrëdhënie, Casey, ti je romantike apo rebele? Romantike janë pothuajse gjitha femrat. Po s'mund të them rebele, ndoshta nëse Te ka njoze ndoshta. te ka njoze. Pak ndoshta. Nëse do më prishte lumturinë, do shkatroja fare. Cila është gjëja më e çuditshme që të ka ndodhur nga fansat? Zakonisht kur udhtoj jashtë, gjithë dashamirësit e mi që janë shqiptar, kërkojnë foto, më flasin, por gjë që më ka bërë shumë përshtypje janë të huajt, më kanë njohur, dhe s'ka lidhje fare me Shqipërinë, më ka thënë ti e Casey. Po të ka njohur përmes muzikës, pra ata kanë dëgjuar muzikën tënde apo thjesht Varet, disa nga rrjetet sociale, disa nga muzika. Nuk besoj që kam bërë aq shumë bujë me muzikën, pra mendoj që më shumë mund të jetë nga rrjetet e mia sociale, Instagrami. A i përdor ndonjëherë famën tënde për të testuar njerëzit, për të parë kush të do vërtet dhe kush për atë që je, pra për imazhin, për Casey? Gjatë jetës, duke mos e kuptuar, i kam testuar njerëzit. Dhe mund të them që kjo është një nga lojrat e mia të preferuara. Kam parë njerëzit ata që më duan, ata që nuk më duan. Madje edhe në periudhën kur unë hyra në Big Brother, kisha shumë shoqëri jashtë, që mendoja se do i kisha gjithë jetës time. Dhe tani nuk kam më. Po pse? Po, nuk e di. Fama pra. Jam zhgënjur, po nuk e vras vëmendjen, them drejtën. Jam shumë e lumtur që kam një familje që e dua pafund. Unë shoqërinë time të ngushtë kam një rreth shumë vogël. Më përpara kam qenë e vajze që kisha shumë dëshirë, kisha shumë shoqe, të dilja pafund, por mendoj që këto gjëra kanë kaluar me kohë. Nëse do të jepi mundësia të hiqje një thashë them për veten tënde ose një lajm i cili ka qenë fake, cilin do të hiqje? Çdo portal që ka bërë lajme të rreme për emrin tim, nuk është një, janë disa. Por nuk dua fare të diskutoj, kështu do i lë gjithmonë. Flasin, por nuk do marrin kur përgjigje nga ana ime. Si është një Casey private, pra, për te? Ndryshe nga ajo që ndjekësit shohin online? Mund të them që është 100% ose 99% është njësoj si në rrjetet e mia sociale. Unë çdo gjë këto kohë të fundit kam vendosur që ta ndaj me ndjekësit e mi. Unë them që jam fani, kështu kur jam përballë. Po jo, jam njësoj. Kemi në jetën tënde një dashuri? A ka trokitur dashuria e vërtet te Casey?
Unë nuk kam një, kam disa. Beshaka janë gjithë familjarët e mi. Po nuk diskutova si me mamin, si me babin, si kam njësoj marrëdhëniet. Dhe pse unë flas ndërkohë për babin, sepse normalisht ai është personazh publik, nuk kam dëshirë që ta fus mamin shumë në këto rrjetet sociale, se ka jetën e saj private. Por të dy, nëse nuk marr mendimin nga të dy, nuk i marr hapat e parë kur. A kanë ata ndonjë kriter apo kusht se si duhet të jetë partneri yt në të ardhmen? Jo, nuk më kam vendosur një kriter. Normalisht, ashtu si ata më kanë rritur, pa më munguar asgjë, me shumë dashuri, duan tjetër gjë që të bëj dhe partnerin patjetër. I ardhshëm. Vëllai yt në jetën tënde, ti ke një vëlla më të vogël? Po, ai është jeta ime. Nuk imagjino dhe tjetën tani pa të them drejtën, dhe sa herë që flas të më përshën si të lot. Ai po më mëson se si është të jesh nën, dhe kjo gjë po më çudit shumë. Po më përgatit më saktë. Është Sabiani nga ata papallar të cilët në momentin që ti del me një djalë dëshiron që të takoj, po këtu po i referohem pak situatës që ishte në Big Brother. Po. Kur ai u fut, ë? Është komplet diçka ndryshe. Aty kemi qenë para kamerave, një Shqipëri e tërë duke parë, ndërsa në jetën tonë reale është komplet ndryshe. Nuk është sepse normalisht ai person që do vi do takoj babain tim do jetë burrimi i ardhshëm, se s'mund të takoj tani. Ndoshta unë nuk kam patur shumë dalje me meshkuj, por 2-3 takime që mund të kem patur, po babi ka qenë djeni, patjetër. Por jo që i ka takuar normalisht. Casey pas 10 viteve. Pas 10 viteve unë nuk i kam qef shumë të pyetje, të them drejtën, sepse unë nuk eci kur me plan. Vetëm të kemi shëndet, edhe sa më shumë dashuri, hare. Casey, faleminderit shumë. Faleminderit.